Dhe pas kronikës dhe pamjeve mbreslënse që pam, në vazhdim flasim për këtë ekspozit që ka zgjuar shumë interes në qytetin e Kumanovës. Metamorfoza e dritës, një cikël që sjell para publiku transformimin dhe simbolikën e dritës në artin bashkohor. Autori i kësaj ekspozite është një emër i njohur për ardashësit e zonës, një krijues me një stil të veçantë, i cili prej vitit 2010 punon edhe si mësues arti në shkollën fillore Dituria në Likov, duke formuar breza të rinj artistësh. Me Muhamet Idrizin do të flasim për ekspozitën e fundit, brezat dhe angazhimin e tij në arsim. Përshëndetje Muhamet dhe mirë se na erdhe. Përshëndetje Aida, mirë se u gjeta. Është shumë kënaqësi që të kemi. Faleminderit. Për të tretën herë me radhë, nëse nuk jam gabim, qysh nga fillimi i karrierës time në televizionin shtetëror, në vitet e para e di që kemi pas një bashkëbisedë me një sukses tjetër tëndin të radhës, me ekspozit personale gjithashtu, ku prapë na vjen me ekspozit personale, është shumë kënaqësi. Faleminderit. Atëherë, le të nisim me metamorfozën e dritës, ashtu si që pam edhe pamjet nga kronika e përgatitur nga kolegu ynë Fatlu Maqifi nga Kumanova. Ishte një natë mbreslënse, ashtu me sa arritëm të shohim edhe në rrjetet sociale, në fotografi, por tani edhe në këtë kronik të përgatitur Enkas për ne dhe për gjithë shikuesit. Pam që kishte një jehon të madhe të misafirëve, të publikut të gjerë dhe të miqve tuaj. Si kaloi, më thuaj, kjo ekspozit? Aida, të them të drejtën, ishte një ekspozit mjaft e vizituar nga publiku kumanovar. Unë ndava si autori kësaj ekspozite i kënaqur, pasi pat një jehon të madhe në vendin tonë. Kishte njerëz të fushave të ndryshme, kishte vizitorë të ndryshëm të cilët me kënaqësi kanë pritur dhe kënaqësia ime ishte sepse çdo njeri kërkonte para veprave të gjej atë të cilën autori vet e ka shprehur përmes dritës dhe ngjyrave. Ishte kënaqësi për mua nga se ishte vizituar edhe nga kryetari i komunës së Likovës, zotëri Erkan Arifi, dhe kishte njerëz të ndryshëm, të frymave të ndryshme, të profesioneve të ndryshme, si drejtor, profesor të artit figurativ, kolegë të mi të punës, si doktor, gjitha fushave. Ishte kënaqësi për mua. U pa edhe në këto pamje që i kishim, po çfarë përfaqëson për ju titulli Metamorfoza e dritës? Cila është ideja themelore që vendose që ta titullosh kështu? Nga se fillon gjithçka nga drita. Drita është një element kryesor në jetën e përditshme. E titullova Metamorfoza e dritës nga se zakonisht janë mësuar që në veprat e mia të shohin atë të gatshme, një natyrë reale. Në këtë ekspozit jam shprehur pak më ndryshe, duke paraqitur atë që drita sjell te njerëzit. Nga se e ceka në fillim, nga çdo gjë vjen nga drita. Dhe në pikturat e mia është dominante drita dhe lën që çdo shikues, çdo vizitor, çdo ardashës të kupton se çka ka dashur artisti të sjell përmes kësaj ekspozite Metamorfoza e dritës. Sepse pikturat e mia sjellin jo vetëm të bukurën, siç e na mësuar të shohim një natyrë, një horizont të bukur, me lule, një horizont me liqej, me varka. Natyrat e mia ose peizazhet e mia janë diç më ndryshe, sepse është horizonti pak më i afër, më i ngushtë dhe paraqes ndoshta ndonjëherë edhe atë të cilën njerëzit nuk e vërejnë dhe e kalojnë në natyrë, duke mos i kushtuar një rëndësi, pavarësisht se çka është një natyrë me shkurrë, një natyrë me një stuhi shpirtërore. Dhe mundohem që çdo herë të paraqes te publiku jo vetëm atë të cilën e servojmë nëpër rrjetet sociale të bukurën, siç e ceka më herët, por të kuptojnë se natyra është e bukur edhe përmes ngjyrave të cilat artisti mundet dhe din të sjell, siç unë mundova në këtë ekspozit timën personale. Naim, ishte kjo ekspozit një procesi me njëhershëm apo i zhvilluar në kosa, ko të është dashur të punosh rreth kësaj ekspozite? Së pari kemi filluar në formate të vogla,
Kur pam se pikturat kalojnë në një frymë pak moderne, pak më ndryshe nga ajo se siç janë paraqitur më herët, filluam të i realizojmë në formate pak më të mëdha dhe kështu që dhe vendosëm të titullojmë edhe me emrin të cilën e thamë më parë, Metamorfoza e dritës. Kështu lindi ideja, ka qenë një proces gati 2 vite punë, sepse këto piktura kërkojnë një ambient pak më të hapur, për arsye sepse mënyra e punës të cilën e paraqesin artistët është pak më dinamike, më ekspresive, më abstrakte dhe kërkon një hapësirë pak më të gjerë për ta shprehë më mirë emocionin të cilin don të paraqet artisti në telaja. Qartë. Sa vepra ishin të ekspozuara, pam një numër të konsiderueshëm, por që nuk munda ti përcaktojnë në numër. Mbi 20 vepra, Mbi 20. Por kishte formate të ndryshme. 20 veprat të cilat janë të ekspozuara janë në formate pak më të mëdha, ndërsa kena dhe formate pak më të vogla. Besoj se ajo laramania e formateve ishte edhe një interes pak më i madh i shikuesve për të parë dhe për të kuptuar mesazhin e ekspozitës. A mbartë ndonjë pikturë historinë vete na eme dhe që e konsideron si pikturën e dritës? Edhe pse të gjitha kanë të njëjtën tematikë natyrisht, por që ndonjë që dallon. Të gjitha, por 3 piktura janë të titulluara Metamorfoza e dritës, ku në ato haset më shumë ajo mesazhi të cilin njëra nga to. Po. Kjo. Haset mesazhi më tepër i piktorit të cilën don ta paraqet dritën në një peizazh abstrakt. Disa, por këto 3 i kena titulluar Metamorfoza e dritës nga se haset më tepër ajo të cilën kemi dashur të paraqesim te publiku. Sa është e vështirë për juve artistëve që të gjeni titullin e duhur për veprën e duhur? Çdo herë të them të drejtën, titullohet vepra pasi ta kryej. Pasi kryhet. Edhe pse është e vështirë që të kryhet ndonjë vepër nga ju artistët. Vështirë, por të them të drejtën, titullohen veprat pasi të kryhet, sepse ndonjëherë fillon një kahje ndryshe, të paraqitesh diçka pak më ndryshe, por momenti, sidomos te këto peizazhe të cilat pishohim, ndonjëherë edhe momenti, rastësia sjell diçka të bukur gjatë punës, procedurës të cilën ne artistët e bëjmë gjatë kryerjes së një vepre arti. Muhamet, më thuaj që a përfaqëson drita ndonjë moment kyç të personal të transformimit tuaj si artist ndër vite? E konsideron kështu? Unë e konsideroj pasi që shpeshherë kena biseduar edhe me kolegës, sa që një kolegë e thot në mënyrë të shakas, thot Muhamet, në pikturat e tua duhet të vendojmë syze, për atë sepse janë aq të thella. Sepse aq të thella dhe mbizotron drita. Është karakteristik në veprat e mia drita, pasi mundohem që të sjelli ngjyrat e hapura, ashtu më tërheqin pak më shumë ngjyrat e hapura, ngjyrat e ngrohta, e vërtetën, sepse drita dominon në veprat e mia. Po sa e vështirë pastaj, sa është sfiduese kur përdorni dritën vazhdimisht dhe puna teknike me dritën si element, sa ka qenë sfiduese që ta qollojsh në momentin e duhur? Që nga studimet, gjatë ligjeratave me profesorët, mesazhi i tyre ishte që nga fillimi të ruhet e bardha ose drita, sepse ne artistët shpeshherë mundohemi që me anë të përzierjes së ngjyrave ndonjëherë dhe i njollosim veprat dhe është e vështirë ta rikthejmë atë dritën të cilën mund ta ruajmë që nga fillimi. Ka qenë e vështirë Aida, por jam munduar çdo herë që nga fillimi të përcjellim ku të dominon drita dhe mos të ndërhim shumë me ngjyra, me përzierje, me kolorite të ndryshme, që të ketë një piknisje që vetë titulli është Metamorfoza e dritës. Po errësira në këtë rast luan rol kyç dhe të rëndësishëm në veprat tua, sepse shohim disa vepra ku ka edhe errësirë. Gjithashtu, pas dritës vjen edhe hija, errësira. Aty ku ka një trup
të vendosur në pikturë, ajo padyshim se reflektimi i dritës do ta hiezon dhe do ta erëson në të kundërtën e asajt. Është e rëndësishme edhe hija, pasi ajo dhe nxjerr më mirë kontrasti dritës dhe hijes, nxjerr më bukur intensitetin e dritës të cilën ne e kena paraqitur në veprat tona. Në gjithë këto vepra, cila është teknika që ke punuar, Muhamet? Është në pëlhur ose me sa po mund ta vrej? Teknika është akril në pëlhur, e kësaj ekspozite të fundit, pasi punojmë edhe në vaj në pëlhur. Diç më të lehtë ta mundson të arrish në këtë stil teknika akril në pëlhur, sepse teknika akril është teknikë e cila punohet me ngjyra akril dhe me ujë. Dhe është më e lehtë të arrish në tonalitetet, në nuansat e dëshiruara dhe ka një tharje më të shpejtë dhe artistët arrin më shpejt të përfundojnë një vepër. Për dallim nga ato të ngjyrave të vajit, sepse me ngjyra vaj është një procedurë pak më e gjatë, sepse kërkon që ngjyrat gradualisht të thahen. Një vepër mund të zgjasë deri në një javë me ngjyra vaj, ndërsa me akril mund të krijet një ditë ose maksimumi 2 ditë dhe është gati pikturat. Sidomos, po kur është e planifikuar për ndonjë ekspozitë si rasti që ka qenë i yti, po. Si e ndjeni lidhjen e njerëzve të Kumanovës me artin? A mendoni se ata e duan dhe vlerësojnë krijimtarinë tuaj, meqense ndër vite je edhe arsimtar në komunën e Likovës, më saktësisht në shkollën fillore Drita? Sa gjejnë mbështetjen e tyre, Muhamet? Aida, kjo është ekspozita ime e tretë në qytetin tim, ndërsa e para në Qendrën për Kulturë Kumanov. Për dallim nga ekspozitat e mëparshme, sikur kjo ekspozitë pati e honë pak më të madhe. Dhe kjo më shtin të kuptoj dhe të vërtetoj nga ajo se njerëzit kanë filluar të dinë se Muhameti çka sjell te publiku dhe kjo më bën mua të lumtur dhe krenar që të vazhdoj dhe të punoj në krijimtarinë time, sepse kanë filluar njerëzit të kuptojnë artin tim dhe të kuptojnë mënyrën se si Muhameti sjell natyrën në pëlhurat e tij. Unë jam i kënaqur nga publiku kumanar dhe më gjerë, sepse kanë arritur të kuptojnë atë të cilën sjelli si autor i këtyre ekspozitave. Po, nëse flasim në përgjithësi, Muhamet, a mendoni se arti në rajon, më saktësisht në vendin tonë në Maqedoninë e Veriut, sikur ecën drejt një identiteti të duhur dhe të vlerësuar? Si e shihni? Dhe si e shihni pastaj edhe vetën ju në këtë midis kësaj panorame? Aida, vitin në vit shoh se ka ekspozita nga autor kolegë të ndryshëm të realizuara. Unë shoh që çdo vit ka aktivitete të ndryshme si në artin figurativ, dramatik dhe muzikor. Flas për qytetin e Kumanovës dhe më gjerë, duke filluar nga qyteti im, në këtë vit nuk kanë munguar aktivitetet të ndryshme në këto 3 drejtime lëmi të ndryshme të artit. Unë mendoj se viti në vit ka një ngritje të artit në rrethin ton, por nuk është e mjaftueshme. Mendoj se artistët e rinj, tash se na po kalojmë në periudhën e mesme, tash si artistët e rinj nuk marrin guximin të ekspozohen, edhe pse ka një numër të madh në qytetet e ndryshme të shtetit ton, por mendoj se nuk është e mjaftueshme, mundet të sjellet edhe më tepër të shikuesit një art, siç dinë të paraqesin artistët, një art të mirëfillt. Po mendon në këtë rast që mungon promovimi i tyre i duhur ose? Duke pas parasysh në rrjedhat të cilat po i përcjellim, aktivitetet të cilat po i përcjellim, mungon guximi të rinjt. Mendoj unë ashtu, por shpresoj me kalimin e kohës që edhe ato të paraqiten me ekspozita
të ndryshme ose në drejtime të ndryshme si në artin dramatik edhe ashtu në artin muzikor. Qartë. Jeni pjesë e arsimit që nga viti 2010 në shkollën fillore dituria, ashtu si që e përmenda edhe paraprakisht. Si ka ndikuar puna yte me fëmijët, Muhamet, dhe në vizionin tuaj artistik? Sa mendoni se keni dhënë mjaftueshëm për ta? Aida, them të drejtën... Si një artist i diplomuar dhe me master, kuptohet? Të them të drejtën, puna me nxënës është motivi më i madh të cilin mund ta gjej një arsimtar, një profesor, nga se çdo gjë lind nga ora, në një orë mësimore. Sepse vetë nxënësit janë artist në vete, secili është artist në vete dhe puna e tyre e palodhshme, dashuria e madhe për artin, neve na bën që të sjellim dhe të paraqesim ekspozita të cilët edhe ato të motivohen dhe të shohin nga arsimtarët, nga profesorët se sa është arti i rëndësishëm në jetën e përditshme. Dua të theksoj këtu se unë jam edhe arsimtar në shkollën tjetër, si çdo arsimtar i artit figurativ në mungesë të orëve, jam në shkollën Anto Zako Çajupi, fshati Hotel, ku dy shkollat të cilat i përmendëm janë nxënësit mjaftueshëm të motivuar për punë dhe ato janë edhe një motiv i imi i cili më çon që mos ndalem së punuari. A ndodh që shpesh të zbuloni talente të ri në këtë rast? Dhe sa jeni bashkëpunuar, sa realizoni projekte? Aida, ne çdo fest, çdo patronat shkolle paraqesim ekspozita brenda shkollës, ku nxënësit janë të informuar se çka është ekspozita, çka është katalogu, çka është peizazhi, gjitha lëmit e artit figurativ. Është e vërtetë se në shkollat tona nuk mungojnë këto aktivitete dhe nxënësit janë të informuar shumë mirë në lidhje me ekspozitat, në lidhje me gjitha ato të cilët i përfshin arti figurativ si lëmi me degat të cilët janë brenda saj. Rikthehemi prapë te ekspozita ku ndëgjova që përmendi kolegu jon Fatlumi që kjo ekspozitë është mbështetur edhe nga Ministria e Kulturës. Pate mbështetje të mjaftueshme sepse vitet e fundit ndodh që artistët shumë shpesh të ankohen për ato projekte që janë të Ministrisë e Kulturës, të financuara. Aida, kjo është ekspozita e 7 e imja, e cila është financuar nga Ministria e Kulturës. Të them të drejtën, në asnjë ekspozit nuk kam hasur atë të cilën e thatë ju. Unë jam i kënaqur nga puna të cilën e bëjnë ata atje në Ministrinë e Kulturës, edhe pse ka disa vërejtje të cilët u cekan, por unë si artist, si piktor, nuk kam hasur në një rast të tillë, ku shpresoj që viteve të tjera mos të hasi dhe çdo projekt të kalohet dhe të mirëpritet edhe nga komision, nga dhe artistët e tjerë. Shpresoj që çdo artist i cili ka hasur në pengesë të ndryshme, shpresoj që vitet tjera të mos përsëritet kjo dhe të ketë më tepër ekspozita brenda programeve vjetore. Sidomos kur bëhet fjalë komuniteti shqiptar. Sidomos. Sepse ndodh ndonjëherë që të ketë diskriminime, po urojmë që mos të ketë. Po, urojmë. Muhamet, për fund, cili do t'ishte mesazhi që do doja ta përmbyllje për gjithë talentet e ri, për gjithë ardashësit dhe për gjithë ata që kanë shumë talent për artin, por që në një farë forme hezitojnë ndoshta që t'i kyqen më thellësisht këtij profesioni. Aida, unë e ceka gjatë bisedimit sepse ju duhet kurajo. Nuk është se nuk punojnë, nuk krijojnë, por ajo që është ju frigohen publikut. Unë përcjell një mesazh të gjitha artistët e rinj që të marrin guximin dhe të bëjnë hapin e parë. Dhe masandej në vazhdimsi e shohin edhe ato se do të ndërtohet krijimtaria e tyre, sepse vlerësimi i publikut ta sjell atë të cilën
ti nuk të lën të ndalesh. Me punë dhe përkushtim dhe si çdo artist tjetër që është rritur ndër vite, në krahas punëve që bën kuptohet, krahas përkushtimit që ka në art, padyshim se nuk mund të mungoj suksesi, unë të paktën mendoj ashtu. Edhe unë për atë them se duhet të jetë një ditë që duhet vendose një artist i ri dhe të dale para publikut dhe të shpalos punën e tij, sepse pa u shpalosur në ekspozitat personale një artist është e pamundër të njeh publiku. Sado që të jesh një talent, një artist i talentuar, është e pamundër në qoftë se nuk promovohesh. E vërtet. Dhe kisha dashur që secili të merr guximin dhe të promovohen, se sa më tepër që promovohemi ne si artist me veprat e tona, edhe publiku do të jetë më i kënaqur dhe do të ketë çka viziton. I bëni mirë edhe publikut, pastaj edhe na nderoni si komunitet. Sigurisht. Shumë faleminderit Muhamet që ndave këtë mëngjes së bashku nga Likova e Kumanovës, na nderove, erdhe dhe shpalose këtë ekspozitë edhe në programin tonë, në pamundësi unë që t'jem prezent atë natë atje, por gjithsesi e kisha fatlumin që më zaventsoj. Të uroj shumë suksese në vazhdimsi dhe të na vish edhe me ekspozita tjera të radhës, pse jo. Faleminderit Aida, një faleminderit veçantë juve si moderatore e cila në vazhdimsi jeni në rrjedhat të artit figurativ dhe lëmive të tjera. Faleminderit Aida që përcjell çdo ekspozitë si kolektive, personale, koloni të ndryshme dhe na promovoni para publikut. Gjithmonë kënaqësi, patjetër. Harrova të pyes për në fund, deri kur do jetë e hapur ekspozita dhe a planifikon ta zgjerosh edhe në qytete tjera? Shumë mirë që e cek Aida, se edhe unë deshe e humba këtë publicitet. Ekspozita do të jetë e hapur deri në 11-in e këtij muaji. Që do thotë ka kohë ende. Po, ndërsa me datë 18 dhjetor do të jetë e hapur në Qendrën për Kulturë në Gostivar. E sheh se mirë që e përmenda. Desh harrova dhe unë, kështu që faleminderit që më kujtuat. Ekspozita gjithashtu është në qytetin e Gostivarit, e financuar njëkohësisht nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit, kështu që ftoj gjithë ardashësit që me 18 dhjetor të vinë dhe të vizitojnë Qendrën për Kulturë. Për gjithë ata që kanë munguar në Kumanove kanë rastin tani në Gostivar me 18 dhjetor. Shumë faleminderit edhe një herë. Faleminderit Aida juve.